Unë jam I sigurt që çdo gjë kaq vaj dhe kaq bukur dhe me kaq dashuri nuk ka vaj, kështu që jam kurioz të di. Sa qerre tani ka pasur. Jam kurioz të di fërkimet me njëri tjetrin, çka ka ndodhur, se nuk ka shanse. Po thatë që çdo gjë ka vajtur vaj, nuk është e besueshme. Që keni dalë nga Big Brother. Eni, na spiono të lutem. Eni, duam spionimin tënd. Off record s'ka patur normalisht. Po në kamera asnjë. Po në kamera. Ato. Kanë qenë debat. Hajde me Gjibani me Eni. Do me thënë Klajdi, Viserlo, Gjibani, Eni. Nice, e parashikueshme do thoja unë. Asgjëre. Jo, kishte të Xhibanit me shipe poshtë para të rekord. Okay. Lajmi fundit. Po diskutoni për thoshte shipja Xhibanit që po ti isha unë këtë vit në Big Brother, ti do mulesh në gjunjë, e filluan pastaj. Jo, ka pas të poshtë. Hajde Lena. Alese nga ty presim. Jo, në fillim ishte Viserlo zjarr, kupton çdo ditë, po pastaj sikur u shqetësoi, nuk e di ç'ndodhi. Po Viserlo me sa kam Gjibani sot më tha, ti agresive. Kështu tha Gjibani ty. Ti agresive. Ti agresive. Se gati të biletën të ikse. Ishim në mes sigjurimeve dhe nuk po I përgjigjej pyetjeve dhe ke parasysh xhirimet kanë stres e Unida sepse koha ngjeshur, po perëndonte dielli. Ke parasysh? Ti më fole agresivisht. Nuk të fala fare. Po pse thoni ka mbaruar Bigu, ndërkohë s'pas ka mbaruar. Ju keni nisur një të dytë aty, ëh? Kështu një bashkëjetesë shumë interesante.